Qysh më sheni jam në Gjakov, mbrapa me janë të bë punimet për rrugën tranzit. Arsyeja pse kam ardhur në këto sot është për shkak që më kanë thirrë shumica e bizneseve që janë kësaj rrugës, këshillë shtretën e. Çfarë janë bizneset? Problemi i këtyne është që me çto pengesat që janë të jashtë kallëzoj shtrejer, janë të pengu shumicës së bizneseve këtu të qasjen. Mas parë janë të pengu për shkak të ato vetë stacionit policisë. Nëse këtu ja pas kanë lënë se një farë dalje. Hajde po shkojmë vazhdojmë për këshillën bizneset, po bëhet fjalë për çit pengesë. Domethënë ideja është që shumica bizneseve që më kanë thirrë këtu, më kanë thënë që nuk mujnë më me pas punë nëse vazhdon me uçit çike pengesë këtu. Domethënë preç atje çurki bizneset shtrer, kallëzoj, biznesi i parë, i dytë, i tretë, çria pengesën. Ç'kjo vazhdon deri në fund rrugës. Përshëndetje, a ki biznes këtu? A bën vallani të këllat për çito, më kanë thirrë disa biznese këtu, më kanë thënë që kjo kam nxjerr shumë problem edhe kam janë parandalu punën. Çto nuk mundet më kërkosh me punë. Normal që s'mundet. Okej, cili është biznesi yt? Ç'kjo është? Okej. Domethënë tash për momentin vetë këta ta kanë lënë parking këtu ja? Që, po duhet as parking është stacioni i autobusit. Po, domethënë këtu as nuk mundet me klient monol. Jo, hiç nuk përgjojsh. Okej, ti bie edhe plus thojnë që do të bëhet lulishte këtu, do të bllokohet krejt. Ç'është në hal? Lulishte. Po çka? Që supra ona tjetër të gjobos ato. Nuk e ka pa negare. Që këshora atje vulgin atonën. E për çka lulishte para lokalit? Me ta bë ma park ty ja? Me park më mbi. Edhe çka tani ti më don me najt të vet? Bukur mi bë. E puna jote? Puna eme në dorë të Zotit. Ta i sovjet i ki punësum këtu? Jemi e 4. Ta i bjen nëse kjo mbetet kështu, nëse kjo rruga kështu mbetet? I bjen që kemi vazhdu punën a, kemi detyruar me dalë dikon tjetër? Pa i du të bëbë diçka, du të bëbë në zgjidhje. Sot ka komuna 11 aty takim, a kemi kanë atje ajo? A kemi ardhur? Po. Po, a? Okej. Faleminderit, shpëta emrin. Tani, vjen mirë Tani. Faleminderit. Hajde ta. Vazhdojmë. Shpeshëni, lista e bizneseve është të lifare. Ka biznese që mirën me sanitari, ka biznese që mirën me ndërtim, ka biznese që mirën me. Përshëndetje, a është lokali juaj? A punëtor? Okej. A është shefi këtë lokali? Jo, a? U bën nervoz me komunë? Përshëndetje. Tash i bjen çdo mund nuk mund të kërkosh monal të jo me mbleja. E pse ka qarë ky vendimi? As në bar? As në bar në shpëtimi. E ka kemi dalë tani te? Kemi dalë vishë të zotë në ditë. E sa veta, kjo biznes i madh do këtu ytje. Po paguajta tem pronta tem çako venta tem të pushoj. Çfarë për këtë këtë si kom bërë. Unë për shkak vazhdofën. E ç'ka deri te ky vendimi ajo ka kallëzuar dikush ka pas një farë dëgjimi publika. Ja, di unë, jam mirë me tonë. Jam ndërhy, do me çuaj, më shku kom fon komune. Skuxoj me bon shem, okay, ku gjo. Shoku me bonë. S'moj më kap me shtet. S'kam forcë, vish zonë. Ç'është të më apo biznesit? Ja, vish në ajtë dish me mbyll, s'kam kurçonë. S'moj më dal. Okej. S'moj më dal. Unë për veti personal me familje po nëne. Pa çaro. Do të biznes familjar. Familjar dhe s'kam më dal. Pa çaro jam unë. Se më kam me çaro më kushton mua. Në to çaro në 3-4 mijë ski to çaro. Po rrymë paguaj 600 euro muj. Të vëshë ta tem kontributet janë rrit gjatë asaj për punëtorë janë ngjarje. O problemi se plus i nivet të gjyqja kanë nisë na ka dëmtu, okay, rruga do të mundresh normal, është shumë, okay. Edhe pandemia. Arsyetimi, pse kanë vendosur këto? Pse po thonë? A është kaqë siguria apo është ndonjë tjetër atë? Kaqë për me hes gjinja më ashtir, normale, gjë normale, po të le për me hes, edhe të hesin gjinja. Ç'është komunale, ka kupton, s'më përzin. Po ti. Çam unë as, se mirë më, unë kam biznesin tem, as jam antipartiak, jam mirë në parti. Kjo është puna jote, nuk ka të bëjë me parti. Unë më shtoj toj. Po të kuptoj. As kam kujtë konflikt me kon, kam qenë 3 janë komunë, tha s'bën, okay, nuk bën. Sot ka një diskutim publik. Po jo, s'ka kujtë atin ka thonë, okay, për këtë njësoj. Okej. Ka kohë punat e rrugës, me rrugë kam të lash, ala me shpërthësim jam. Tu a? Do të bëjmë rrugën. Unë kam punë me këtë banesa edhe këna. Po. Çfarë ka rrugë? Thonë normal për me hi këtu. Kem rrugën këtu për me hi. E tash veç tash e kalon këtu të çela po kalon. Unë kalon shel, edhe s'po dojnë s'po më mirën. He, çfarë ka zekën të poshtë? Po. Ka kimi dal tash ti? Nëse më shërim sa ditë. Ai privat është, ai çan tregtori, s'le më dal, mirë se mos shko api çashia, ja kam shel galerisë aty, për shembull nuk e lënë kush e mbyll vetën, edhe mbyll temën. Unë kam këtu shtëpinë, magazinë me sharku mollin, ku më marr me sharkun në mollin këtu. Do të mos sill këtë trenani i vjen, a? S'kam më çel. Okej. Unë kam shtëpinë këtu, jo shakoj mollin me paleta, unë shakoj. Unë kam unë. E mirë s'm kam me hik pikë tushtë. S'kam rrugë zgjedhë. 4200 euro paguajnë vetë atë tokës. Tokë. Po. Se votatimi e pjesë është shtrajt është. Po, me kom me fol, kush gjë. Ai bëhet mirë, por krejt. As kom nxit për totorat se kanë shumë, s'kom nxit, s'kom ujë se për krejt njësoj ka qenë atë. Se kanë një kërkunda të totorit, fakt, për të totorit kunda se kanë lunë, se me folë se të totorit një. Po rrugë i kanë në rëndë, shko kështë rrugë të qenë të tonë i kanë lunë. E të sa të tjertë, hajde shimi, qau, vazhdojmë.
që shpeshojnë për pas bizneseve, ta pengon edhe banor, që është kallëzojnë që anë jetojnë njerëzit. Që kjo është biznesi jëtë, apo? Po. Qëtoj? Vallaj nuk e di për moment, isha të thomë se dhe në finalizim se kanë thonë edhe një shtres, po do t'jetë bëjegi problematike, por Okej. qaset makinave në parking. E Këtu sa vetet shumë sa centimetra është kjo e lartë? 12 më thanë, a? 12 cm. 12 centimetra. Që është e pamundur dykush me unal këtu me kja. Po, por më pas qasje në parking. Okej, a është që ke menimi shumicës ty në bizneseve këtu? Po. Normal, se këtu është para pa për Gjakov të për ndërtimet larta për banesa, Okej, e thuaj që na bizneset do ta kena shumë vështirë problematike do të jetë. okej, faleminderit shumë. Hajde shini, ciao Tungi. Hajde shpena manat, vazhdo në bizneset e tjera.